Bëhet publik protokolli që do të ndiqet me rastin e përcjelljes për në banesën e fundit të ish-kryeministrit Fatos Nano që ndërroi jetë premten 31 tetor. Protokolli. Në nderim të ish-kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Fatos Nano, udhëheqës dhe politikan i shquar, do të zhvillohet ceremonia funebre shtetërore ditën e diel më 2 nëntor 2025 në Pallatin e Kongreseve Tiranë. Programi i ceremonisë: ora 8:30 fillimi i homazheve publike. Ora 11 përfundimi i homazheve publike. Ora 11:15 homazhe dhe personaliteteve shtetërore dhe të trupit diplomatik. Ora 12 ceremonia funebre e lamtumirës në pranitë e autoriteteve të larta shtetërore dhe përfaqësuesve të trupit diplomatik. Pas përfundimit të ceremonisë shtetërore, kortezhi funebër do të përcjell trupin e të ndjerit për në banesën e fundit në një ceremoni private familjare. Sinjali televiziv i të gjithë ceremonisë do të mundësohet nga regjia qendrore dhe do të transmetohet drejt për drejt në platformat zyrtare në Facebook dhe YouTube. Fotografët do të kenë pozicionin e tyre të dedikuar në një kënd të posaçëm të hollit të Pallatit të Kongreseve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.